Një lokal prej Druri në pronësi të një shtetasi me inicialet RZ është djegur në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në Ksamil të Sarandës. Sipas informacioneve, subjekti Bumblebee ishte i marrë me qera nga një tjetër person me inicialet KI. Ende policia nuk ka konfirmuar shkaqet e zjarrit, por dyshimet kanë të bëjnë me faktin se është i qëllimshëm për shkak edhe të shkuarës së personit i cili e zotronte këtë ambient. Efektivët e policisë, pavarësisht se nuk kanë zbuluar ende shkaqet e ngjarjes, po punojnë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje dhe dokumentimin e saj. Rreth orës 03:10 në Ksamil ka rënë zjarr dhe është djegur plotësisht një lokal me konstruksion druri i marrë me qera nga shtetasi KI. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe të shkakut të rënies së zjarrit, ka njoftuar në komunikatën për media Policia e Vlorës këtë të shtunë. Për rastin në fjalë, materialet tashmë i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore. Gjithashtu, nga specialistët për hetimin e krimeve në Policinë e Vlorës janë referuar për vlerësim materialet, po në prokurori, pasi në datën 28 nëntor në lagjen 4 Heronj, në banesën e tij është gjetur i vetvarur militar shtetasi PH 60 vjeç. Vjon puna për dokumentimin e plot të rrethanave të këtij rasti. Gjithashtu, përgjatë 24 orëve, specialistët për hetimin e krimeve në Policinë e Vlorës kanë referuar materialet në prokurori dhe kanë shpallur në kërkim shtetasen OA 28 vjeçe, banuese në Vlorë, pasi dyshohet se brenda dyqanit të saj në lagjen Lef Sallata ka vjedhur çantën e një shtetaseje. Po këta specialist referuan materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi penal për shtetasin YB 57 vjeç banues në Vlorë, pasi në brendësi të subjektit në pronësi të tij në lagjen 24 Maj nga punojësit e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Vlorë është konstatuar një strukturë gipsi dhe disa profile ekuri të vendosura pa lejen përkatëse. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasin KD 65 vjeç, pasi në lagjen Rilindja, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, është përfshirë në një përplasje mjetesh me dëme të konsiderueshme materiale. Për rastet në fjalë, prokuroria do të vazhdojë tashmë hetimet.